Kemi sot një mundësi të re përmes një programi të ri që vjen si një mbështetje për universitetet tona, që është Bridge by Reed. Bashkëpunimi i diasporës akademike dhe i studiuesve tanë, i përkthyeesve shkencor, i përfshirjes së studentëve në kërkimin shkencor, i rritjes së grupeve të kërkimit shkencor brenda universiteteve, por duke patur gjithmonë një mbështetje nga diaspora akademike, për ne sjell një model të ri zhvillimi brenda universiteteve tona. Dhe për më tepër, ky model zhvillimi është edhe i qëndrueshëm, pasi vjen nga një partner i cili jo vetëm ofron qëndrueshmëri, por na ofron dhe garanci për transparencën, për efektivitetin, për menaxhimin e mirë të burimeve tona financiare dhe të gjitha për fuqizimin e burimeve njerëzore. Dhe vërtet jam e kënaqur që nga 477 projekte të cilat kanë aplikuar, janë 55 prej tyre të cilat janë përzgjedhur si projekte fituese, të cilat janë të fushave të ndryshme, duke nisur nga shkencat mjekësore, ato mjedisore, apo të shkencave kompjuterike, gjithashtu edhe të shkencave humane, të teknologjisë dhe inovacionit, për inteligjencën artificiale, gjithashtu janë projekte shkencore të cilat janë miratuar, por rëndësi të veçantë dua t'i jap këtij modeli bashkëpunimi, ku qeveria shqiptare përmes Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit vendos buxhet për bashkëfinancim në këtë projekt, duke rritur efikasitetin, duke rritur përfitueshmërinë dhe mbi gjitha duke rritur cilësinë e projekteve të kërkimit shkencor.